Përshëndetje, në përgjigjen e disa personave që komunikoni dhe komentoni në këto video të ndryshme këtu në TikTok dhe në YouTube, dhe të një personi që thot kush Zoti në të gjitha këto që them, dhe pikërisht atë që them që sikush duhet të vej kufij të fuqishëm për veten e tyre dhe nuk duhet të lejojë që të tjerët të hypin në kurrizë. Ka shkruar, do të thënë, kush Zoti këtu. Dhe unë po të përgjigjem që Zoti këtu është sepse Zoti është brenda nesh dhe nuk është as ndonjëri me mustaqe që na del përpara, as njëri me mjekër, por Zoti brenda nesh dhe të gjithë jemi nga e njëjta material, jemi dhe ne pjesë e Zotit dhe mund të jemi bashkëkrijues me Zotin, dhe Zoti na ka lënë këtu të lirë të gjithë neve si shpirtra, të jetojmë për veten tonë dhe në të njëjtën tonë kohë, ato fjalët e fesë që thonë Zoti të dënon, Zoti bën këtë atë, Zoti nuk na bën as edhe një gjë, nuk na dënon. Ne dënojmë veten tonë dhe bëjmë karmën tonë, është energji që kur bën diçka të mirë të vjen një e mirë për një personi tjetër dhe kur bën një diçka të keqe të vjen prapa ajo e keqja. Dhe shumë herë bllokojmë veten tonë. Prandaj, lëreni Zotin atje ku është, shikoni brenda jush, shikoni atë shpirtin tuaj, bashkohuni me Zotin që keni sikush brenda jush dhe mos arxhoni kohën kot duke shkruar ose duke nxjerrë atë idhërimin që e keni me veten tuaj në për video. Prandaj, ju falenderit për gjithçka, akoma dhe këto që shkruajnë, sepse u bëre çështja që unë të bëj këtë video të vogël për ty dhe për disa njerëz të tjerë që flasin fjalë nuk janë të Zotit dhe të gjitha këto gjërat e tjera ose vërejtjet ato. Ju lutem bani vërejtjet për veten tuaj, sepse kur kritikoni tjetrin, keni kritikuar veten tuaj. Kaq thjesht. Ju dua shumë, ju falenderoj për gjithçka dhe me që jemi këtu për të gjithë juve që jeni të interesuar që të bëni diçka ndryshe, sepse unë nuk jam këtu për të gjithë, jam vetëm për ata që duan të bëjnë diçka ndryshe në jetën e tyre dhe të fillojnë të punojnë me veten e tyre, të fillojnë rrugtimin e zhvillimit të tyre personal, të bëjnë atë në ndërgjegjen të tyre më të ndërgjegjshme, dhe këta e bëjmë duke u hyrë brenda nesh të shikojmë veten tonë, çfarë na shqetëson, çfarë na lëmturon. Ndaj, për terapinë e radhës në të mërkurën në orën 20 me orën e Shqipërisë ndërmjet platformës Zoom, kërkoni link, kërkoni të bëni pjesë të grupit në YouTube, në WhatsApp dhe në Viber, që të merrni dhe linkun. Është terapi falas, të shikojmë për çfarë do flasim atë ditë, të shikojmë nevojat tuaja, komunikoni dhe komentoni cilat janë nevojat tuaja që të bëjmë një terapi në grup për të gjitha ato nevojat tuaja. Javë të mbarë të kini dhe gjithë të mirat. Dhe në të njëjtën kohë do bëjmë një video të dytë për diçka të re që do filloj së shpejti, për të gjithë njerëzit që janë vërtet të interesuar dhe duan të ndryshojnë jetën e tyre.